mirësia e studimit të Kuranit të Shenjtë. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur një grup njerëzish mblidhen në një nga shtëpitë e Allahut, xhamit, për të lexuar librin e Allahut dhe për ta studiuar atë së bashku, mbi ta zbret qetësia, i mbulon mëshira, i rrethojnë engjujt dhe i përmend Allahu me ata që janë pranë tij. Ky hadith i bekuar i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi përmend disa mësime thelbësore për jetën shpirtërore dhe shoqërore të muslimanit. Për atyre mësimeve janë: së pari, të jemi aktiv në jetën shpirtërore dhe shoqërore. Së dytë, studimi i Kuranit në bashkësi është vepër me shpërblim të madh dhe një mënyrë për të forcuar lidhjen me Allahun dhe lidhjen me njëri tjetrin. Së treti, besimtarët inkurajohen të shkojnë në xhami jo vetëm për namaz, por edhe për mësim të Kuranit dhe diskutim të përbashkët të fesë. Së katërti, më e vlefshme se çdo bekim material është të jesh në mëshirën e Allahut. Së pesti, çdo vepër e mirë ka ndikim edhe në botën shpirtërore, që ne nuk e shohim. Së gjashti, kur ti e përmend Allahun me përkushtim në tokë, Allahu të përmend në qiell para të afërmit të tij. Së shtati, vërtet, Kurani është shërim dhe mëshirë për besimtarët, dhe kjo ndodh sidomos kur lexohet me sinqeritet dhe për qëllime të pastra. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit.